Njeriu që jeton gjithë jetën për të tjerët, por harron veten. Ka njerëz që njihen jo për atë që janë, por për atë që bëjnë për të tjerët. Janë gjithmonë të gatshëm të ndihmojnë, të dëgjojnë, të sakrifikojnë. Janë shtylla mbi të cilat mbështeten familje, miqësi, institucione, madje edhe shoqëri të tëra. Por paradoksi i madh është ky. Sa më shumë japin, aq më pak e njohin veten. Sa më shumë jetojnë për të tjerët, aq më shumë harrojnë kush janë. Ky njeri shpesh shihet si i mirë, i fortë, i duruar. Askush nuk e pyet seriozisht si ndihet, sepse ai vetë ka mësuar të mos flas për veten. Ai është mësuar të jetë zgjidhje për problemet e të tjerëve, jo pyetje për vetveten. Sakrifica që fillon si dashuri dhe përfundon si humbje. Në fillim, jetesa për të tjerët duket fisnike. Është dashuri, përgjegjësi, ndjenjë detyrimi, një prind që harron veten për fëmijët, një bashortë që heshtë për të ruajtur paqen, një mik që gjithmonë kupton edhe kur lëndohet. Por me kalimin e kohës, kjo sakrificë e vazhdueshme kthehet në zakon, pastaj në identitet. Njeriu nuk di më të jetojë ndryshe. Fillon të ndjej faj sa herë mendon për veten. Kërkesat e tij i duken egoiste, nevojat e tij të parancishme. Kështu lind një boshllëk i heshtur, jeta është e mbushur me njerëz, por shpirti ndihet i vetmuar. Heshtja e brendshme që askush nuk e dëgjon. Ky njeri nuk ankohet. Ai bullshesh, vazhdon, qëndron, por brenda tij grumbullohen lodhje emocionale, zgënjime të pashprehura, dëshira të shtypura. Ai nuk është i trishtuar në mënyrë dramatike, është i zbrazët. Më e rënda është se shpesh të tjerët nuk e shohin këtë zbrazti. Ata janë mësuar ta kenë gjithmonë aty. Dhe njeriu që jeton për të tjerët nga frika se mos humbet dashurinë apo pranimin, vazhdon të jap edhe kur nuk ka më çfarë të jap. Pse ndodh kjo? Psikologjikisht, ky model shpesh lind nga frika e refuzimit, nevoja për të ndjerë i vlefshëm vetëm përmes shërbimit, rritja në ambiente ku dashuria fitohej me sakrificë, bindja se vlera ime varet nga sa u shërbej të tjerëve. Filozofikisht është një ngatërim i altruizmit me vetëzhdukjen. Ndihma për të tjerët është virtyt, zhdukja e vetës nuk është. Kur vjen momenti i thyrjes, ka një çast të pashmangshëm. Një ditë ky njeri ndalet. Jo sepse do, por sepse nuk mundet më. Lodhet pa e kuptuar pse. Ndihet i zbrazët edhe kur gjithçka duket në rregull. Atëherë lind pyetja e frikshme. Po unë kush jam? Disa e përballojnë këtë pyetje dhe rilindin. Të tjerë vazhdojnë të jetojnë në autopilot, duke u plakur emocionalisht para kohe. Rikthimi tek vetja nuk është egoizëm. Të jetosh edhe për veten nuk do të thotë të braktisësh të tjerët, po do të thotë të vendosësh kufi, të pranosh se edhe ti ke nevojë për pushim, për dëgjim, për dashuri. Vetja nuk është luks, është themel. Një njeri që njeh veten dhe kujdeset për të jep më pak, por jep me të vërtetë. Jo nga detyrimi, por nga zgjedhja. Një vërtet e thjeshtë, por e vështirë. Nuk je lindur vetëm për të qenë i dobishëm. Je lindur për të qenë i gjallë, i vetëdijshëm, i plot. Nëse gjithë jetën jeton për të tjerët, rrezikon të humbasësh të vetmin njeri më të cilin do të jetosh deri në fund, veten.
Dhe ndonjëherë akti më i gëzimshëm nuk është sakrifica, por rikthimi tek vetja. Lexoj Hysni Valiu.